Sali Berisha ka njohur publikisht zgjedhjet e 11 majit. Në konferencën e parë pas 11 majit, doktori inkurajoi numëruesit demokrat të kenë durim e të shpresojnë deri në votën e fundit për një mrekulli për të përmbysur rezultatin. Një thirrje për demokratët, opozitarët të tregojnë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim. Ndonë se u pyet disa herë për rezultatin, dorëheqjen apo mosnjohjen e zgjedhjeve, doktori u shmang me argumentin se asgjë s'ka mbaruar. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Partia Demokratike ju ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato kanë qenë bazuara dhe certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Por doktori thotë se menjëherë pas votës së fundit, pas rezultatit, ai do ta mbrojë votën. Nëse ndërkombëtarët do të njohin këto zgjedhje, Partia Demokratike dhe ju do të paroni rezultatin e dalë nga kutitë e votimit? Vetëm ai që është sipër mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votin e shqiptarëve. Ky komb do votojë i lirë. Gjatë fushatës doktori u kërkoi demokratëve të ngulnin mirë në mendje 12 majin, pasi do të ishte dita kur shqiptarët të gdhiheshin me Sali Berishën kryeministër. Por Berisha u doli vetëm si kryetari i Partisë Demokratike në humbjen e radhës. Ky fjalim i parë i Berishës pas zgjedhjeve nuk ka shumë dallim nga i Bashës në vitin 2021, i cili nisi me paralajmërim e përfundoi me strehim në parlament. Vullneti i popullit është në kutitë e votimit. Unë kam besim të plot se numëruesit dhe komisionerët do ta përmbyllin këtë proces me përgjegjësi, me durim dhe sipas ligjit. Ndoshta edhe pas fjalimit të Bashës, fshihej i njëjti njeri.